Deputetet e ka një nen në cilin thotë dikush që është deputet nuk mund të jetë njëkohësisht antar i ekzekutivit. Pra janë duke u shkelur të dy ligjet varësisht se për cilit prizëm shihet, dhe në fakt tashmë besoj që është e qartë se as vetë Lëvizja Vendosi nuk po e mohon që duhet dhe ndërheqje. Fakti që kemi pasur një përpjekje për deponuar një letër e cila nuk i plotësonte kriteret formale për qenë letër e ndërheqjes. Çfarë mungon, zoti Cakolli, asaj letre të ndërheqjes nga antarët e kabinetit qeveritar? Në radhë parë, letrat e ndërheqjes duhet ta shpjegojnë qëllimin e tyre, jo që të konstatohet që unë kam përfunduar mandatin, dhe së dyti arsyeja pse ajo letër nuk mjafton është sepse kryeministri nuk mund të ofrojë ndërheqje në emër të 15 ministrave individualisht. Ligji për qeverinë nuk e obligon në tërësi qeverinë që t'jap ndërheqje kur certifikohen rezultatet, por vetëm ata individ cilët kanë fituar mandat. E të tillë kemi 15 ministra, prej cilëve 12 të Lëvizjes Vendosje dhe 3 nga rodhët e komuniteteve, cilët nuk e kanë plotësuar obligimin e tyre ligjor, pa të cilin unë besoj që nuk ka gjasa që te kalohet tutje, jo vetëm për shkak të pamundësimit një gjë e tillë nga opozita, sepse fundja nga opozita e deridjeshme, nga partitë cilat nuk i kanë fituar të paktën zgjedhjet, për shkak se realisht nuk kemi pozita sot. Fakti që partia që i ka fituar zgjedhjet nuk arrin që të ketë as 51 vota për ta votuar një raport të thjeshtë sot, tregon që mbase nuk kemi opozit, por pozit jo se jo. Kështu që unë besoj që është duke u shkelur realisht dhe mbi gjitha për te aspekteve ligjore është edhe parim kushtetues. Nuk mund që ndrosh në dy pushtete njëkohësisht, qoftë ajo edhe në detyrë, sepse është përmendur vazhdimisht ditëve të fundit se si qëndrimi në detyrë nënkupton që ka kompetenca të kufizuara. Por çështja nuk është aty. Të jesh ministër në detyrë nuk nënkupton që je ish ministër. Prapse prap ke pushtet. Mund ta kesh kufizuar, por pushtetin e ke, e në rastin tonë paradoksalisht, edhe pse i kemi pasur 2 ministra cilët publikisht kanë deklaruar që i kanë deponuar ndërheqje te kryeministri Kurti, të dy kanë propozuar vendime që janë miratuar në qeveri sot. Andaj si mund të presim e të flasim për parim ndarjes pushtetive e respektim të ligjshmërisë, kur ata që në pasdite pretendojnë se kanë ofruar ndërheqjet, mëngjesin e nesër mbajnë mbledhje qeverisë, propozojnë dhe miratohen akte cilat janë të ministrive në fjalë. Renori, vazhdojmë me emrimin e lutem, Maloko, ja ta bëjmë radhë. Veç një pyetje në rregull. Është i fushës. A i bie kjo për shkak se këtu përmend pak më përpara që ndoshta partitë opozitare do të ishte mirë që të testojnë a i kanë numrat apo jo, apo dhe ta provojnë të qëndrojnë sa. A do t'i binte kjo pastaj që në qoftë se testohet edhe votohen këta deputet, që partitë opozitare, përkatësisht deputetët e partive që kanë qenë opozit, do t'a shkelnin ligjin? Përveç se ata do t'a shkelnin ligjin, do t'a shkelnin edhe një aktgjykim të gjykatës kushtetuese, i cili në vitin 2019 ka përcaktuar që është obligimi secilit deputet, jo vetëm që të marrë vendime cilat janë në harmoni me frymën kushtetuese, por edhe të parandalojnë në rastet kur mund të merren vendime që shkelin kushtetutën. Kështu që është më se e qartë, është e bardha, është e zeza mbi të bardhë, kështu që nuk besoj që ka shumë hapësira as për një opsion tjetër, por problemi qëndron vetëm tek mungesa e vullnetit të politik. Po bojnë mirë. Bravo, për këto që pe bojnë. Në fakt po. Tani po e lunë Renori. Unë besoj që po bëjnë mirë deputetët e PDK-s, LDK-s, AK-s dhe të paktën 7 deputet nga radhët e komuniteteve jo shumicë. Sikur zotriu ka pikë pe Honës edhe ka drejtën e këtë botës. I fushës është edhe për Hasoni. I fushës është edhe ata zotri që kanë vënë kushtetutën. Njerën nga ata unë mora dje pjesën e debat. Tha momentin që u kry mandati, ai nuk është më kryeministër, ai është ta kryeministër në detyrë i cili duhet obligativisht me nejtë në zyrë derisa të vjen tjetri. Që këtu tash ne mundemi me pas mendime të ndryshme sepse të drejtë